Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar shkëlqësia juaj, Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës, i nderuar zoti William Walker, i shef i misionit OSBE-s në Kosovë, të nderuar përfaqësues diplomatik në Republikën e Kosovës, të nderuar familjar të martirëve të Reçakut, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe lokale, të nderuar mysafir, zonja dhe zotrinj. Sot nuk jemi mbledhur për të shënuar vetëm një datë. Sot jemi mbledhur për të kujtuar njerëz, për të kujtuar dhimbje dhe për të mbajtur gjallë kujtesën. Reçaku nuk është vetëm një vend në hartë. Reçaku është një plagë e hapur në ndërgjegjen kolektive dhe një kujtesë e përhershme e çmimit të lirisë. Në këtë akademi përkujtimore nderojmë jetët e humbura, nderojmë familjet që mbajnë barën e dhimbjes dhe riafirmojmë zotimin tonë se kujtesa për Reçakun do të ruhet me dinjitet dhe me përgjegjësi. Prandaj në këtë momente ju ftoj që t'i nderojmë me 1 minutë heshtje. Faleminderit, tani ju ftoj të qëndroni në këmbë edhe për pak, sepse këtë akademi do ta nisim me intonimin e himnit shtetëror dhe himnit kombëtar. Të nderuar pranishëm, tani kam nderin që t'ja fjalën shkëlqësisë së saj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës. I nderuar kryetar i Kuvendit zoti Basha, i nderuar kryeministër i Republikës zoti Kurti, i nderuar kryetar i komunës zoti Aliu, i nderuar ambasador Walker dhe zonja Walker, të nderuar ministra, deputet, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të nderuar ambasador,
të dashura familje të viktimave të masakrës së Reçakut, përfaqësues të institucioneve, të shoqatave të dala nga lufta, të nderuar të pranishëm. Ka vende që mbeten përgjithmonë dëshmi. Ka vende që nuk heshtin kurrë. E ku gjurma e dhimbjes është po aq e freskët sa ishte edhe para 27 vitesh. Ka vende që u bën zgjimi i ndërgjegjes së botës demokratike. I tillë është Reçaku. Reçaku nuk është vetëm një emër në historinë e Republikës sonë, por u bë pikë kthese. Kthes që e qartësoi para botës realitetin e hidhur të regjimit gjenocidal serb ndaj civilëve të pafajshëm në Kosovë. Me 15 januar 1999, Reçaku u bë simbol i vuajtjes së një populli që kërkonte liri, por edhe simbol i guximit. I guximit për ta quajtur krimin me emrin e vërtet. Këtë guxim e dëshmoi ai që edhe sot mbetet simboli i së vërtetës, ambasadori William Walker. Nga ajo që pash personalisht, nuk hezitoj që ta përshkruar ngjarjen si masakër, duket qartë, pa dyshim një krim i rënd kundër njerëzimit. Këto ishin fjalët e ambasadorit William Walker, të shqiptuara me 16 januar 1999 në Reçak. Por nuk ishin vetëm fjalë, ishin pikë kthese në historinë tonë, që të rënditën botën, e mbi të gjitha ja zhveshën maskën, gënjeshtrës së regjimit gjenocidal të Serbisë. Në këtë vend ku toka ende mban peshën e dhimbjes, 27 vjet më parë, 45 civil burra e gra e të moshuar të këtij fshati u masakruan mizorisht, shumica në kodrën e Bebushit. U vranë vetëm sepse ishin shqiptar. Njerëz që kërkonin të jetonin të lirë në tokën e tyre. Në mesin e 45 martirëve ishte edhe babai dhe motra e Benjamin Mehmetit. Atë ditë të ftohtë janari, fati i 2 vëllezërve binjak u nda nga një vendim i pafajshëm, i rikthimit në shtëpi. Benjamini vendosi të qëndroj edhe një natë te dajt e tij në fshatin Godanc, ndërkaq Elhamiu vendosi të rikthehej në shtëpi në Reçak. Por kthimi në shtëpi ishte sa dëshirë e madhe, po aq ankth, pasiguri dhe rrezik mbi të gjitha. Në ditën e tmerrshme të 15 januarit 1999, rrugën Elhamiut ja pren plumbat e regjimit gjenocidal Serbisë, nga cilët ai mbeti plagosur, teksa motra Hanëm Shahja u vra derisa tentoi të dilte në ndihmë vëllait të saj. Siç bën çdo motër për vëllain e vet. Makthi për familjen nuk mbaroi me kaq. Benjamini humbi edhe babain, po atë ditë. Dhimbja e Benjamin Mehmetit nuk është individuale, por është një dhimbje e gjithë Kosovës. Është një dhimbje secilit në Reçak, sepse ata që humbën më të dashurit e tyre ishin shumë, janë shumë, janë në mesin ton çdo ditë. Në Kosovë secili ka dhënë diçka për lirin. Dikush gjak, dikush pushk, dikush djers, e dikush lot që nuk ndalen as sot. E pikrisht kjo sakrificë e bëri lirin e mundshme. E bëri të mundshëm edhe shtetin ton të pavarur, i cili i dedikohet secilit që dha mund dhe që bëri sakrificë në mënyrën e vetë që sot jetojmë të lirë në Republikën e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, masakra e Reçakut ishte kthes historike nga se pamjet e asaj dite trondit të ndërgjegje ndërkombëtare,
dhe mobilizuan diplomacinë botërore. Kjo ndodhi sepse një njeri, ambasadori William Walker, i cili, sikurse çdo përvjetor edhe sot ndodhet këtu me ne, pati guximin ta cilësoj krimin me emrin e tij të vërtet. Ai nuk u përkul para propagandës së Miloševićit. Ai i dha zë së të vërtetës ndaj populli i Kosovës do të jetë përjetësisht mirënjohës. Faleminderit ambasador Walker për të vërtetën, sepse në sajë të saj bota njohu krimin që Serbia e kishte kryer ndaj viktimave të pafajshme në Republikën e Kosovës. Kjo ishte e qartë atëherë, e kjo është e qartë edhe sot, dhe do të mbetet e tillë gjithnjë, pavarësisht pretendimeve të Serbisë për rishkrim të historisë. Rrëfimin për të merrin e 15 janarit të vitit 1999, ju e përjetësuat edhe në librin tuaj autorial, Reçak, historia e një krimi lufte. Dëshmia e atëhershme dhe kjo e sotmja janë vulë e së vërtetës së Reçakut për ne dhe për brezat që do të vinë pas nesh. Fjalët tuaja trasuan rrugën për ndërhyrjen e NATO-s, e cila krahas luftës së drejtë të vajzave dhe djemve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e bëri të mundshme përmbushjen e ëndrrëson shekullore për liri. Vajzat dhe djemt e UÇK-s ishin përfaqësuesit më të denjë të një brezi që nuk u gjunjëzuan kurrë përballë terrorit serb. Ata mbrojtën pragun e shtëpisë, mbrojtën popullatën e pafajshme, mbrojtën dinjitetin dhe rikthyen shpresën, ndaj u jemi përjetësisht mirënjohës secilit nga 3000 dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe ata që e dhanë jetën në Reçak. U jemi mirënjohës njëkohësisht të gjithë veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët akoma edhe sot mbajnë barrën e mbrojtjes së luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot ndërsa Reçaku ende kërkon drejtësi, përballemi me mohimin, me relativizimin e krimit dhe me vazhdimsinë e një mendësie që prodhoi gjenocid. Por e vërteta nuk zhbëhet kurrë. Reçaku është dëshmi. Reçaku është fakt historik. Këtu, në këtë tokë, ku janari u shndrua në varr, e ku klithmat e dhimbjes nuk u shuan kurrë, këtu është dëshmia e përjetshme. Prandaj ne kemi obligim mos të heshtim kurrë, të flasim çdo ditë, në çdo forum, këtu e kudo në botë, të dëshmojmë se në vitet e 90-ta populli i Kosovës mbrojti pragun e shtëpisë nga një regjim gjenocidal. Të nderuar të pranishëm, Reçaku ende flet fuqishëm nëpërmjet thirrjes për drejtësi, sepse Reçaku ishte krim i planifikuar, i kryer me qëllim për shfarosje. Ndaj sikurse për çdo krim tjetër, ne akoma thrasim dhe punojmë për drejtësi. Sot dhimbja nuk vjen vetëm nga ajo që ndodhi atë ditë, por edhe nga ajo që nuk ndodhi më pas. Nga mungesa e drejtësisë dhe nga përpjekjet për ta relativizuar, mohuar apo deformuar të vërtetën, përpjekje këto që vazhdojnë në Serbi. Drejtësia për Reçakun ende mbetet peng, ndaj nuk do të rreshtim së kërkuari atë, nga bindja se pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme, pa drejtësi nuk ka pajtim të vërtet, e pa drejtësi historia gjithnjë rrezikon të përsëritet. Prandaj sot jemi këtu dhe do të jemi çdo herë, për të mos lejuar që viktimat të vriten për herë të dytë nga harresa apo nga mohimi. Ne nuk do të harrojmë kurrë dhe kujtimi për të rënët do të jetë udhërrëfyes në çdo haptonin në forcimin e Republikës sonë të lirë, sovrane e të pavarur. Qofti përjetshëm kujtimi për martirët e Reçakut, lavdi për gjithë dëshmorët e UÇK-s, Zoti e bekoft Reçakun, Kosovën dhe gjithë popullin tonë. Faleminderit, zonja presidente. E tani fjalën e ka shkëlqësia e tij, Dimal Basha, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Nderuara Presidente e Republikës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Kryeministri i Republikës, zoti Albin Kurti, i nderuar Zëvendës Komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës, zoti Enver Cikoçi, i nderuar ambasador dhe mik i përjetshëm i popullit shqiptar, zoti William Walker, i nderuar kryetari i komunës, zoti Qemajl Aliu, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik, i nderuar kryetari i fshatit Reçak, zoti Adem Ramadani, të nderuar familjarë të martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut, të nderuar veteran, invalid, përfaqësues të shoqatave të dola nga lufta, të nderuar përfaqësues të institucioneve, anëtarë të qeverisë, kryetarë të komunave, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri. Sot, me peshë të madhe në zemër, e përkujtojmë një prej ditëve më të rënda dhe më të dhëmshme në historinë tonë kombëtare, 15 janarin e vitit 1999, kur në fshatin Reçak, forcat serbe morën barbarisht jetën e 45 qytetarëve tonë të pafajshëm, në mesin e të cilëve gra, burra, pleq dhe fëmijë, të cilët u masakruan dhe na lanë plagë të pashërueshme në zemrën e secilit prej nesh. Atë botë Reçaku bë pasqyra më e qartë e terrorit sistematik që ushtruan ndaj popullit tonë. Masakra në Reçak e nxori në pa fytyrën e shëmtuar të ideologjisë fashiste të Serbisë së Slobodan Miloševićit, që synonte shuarjen e popullit tonë me çdo kusht. Reçaku ishte tragjedie përsëritur në historinë tonë, por për herë të parë ajo mori vëmendjen e gjithë botës. Reçaku ishte pika e kthesës dhe fillimi i fundit të atij shovenizmi të egër. Ajo tragjedie të mërshme bëri që bota të zgjohej nga heshtja e gjatë, krimin e Reçak tronditi ndërgjegjen ndërkombëtare dhe bëri të pashmangshëm intervenimin për të shpëtuar një popull ndaj të cilit po dëshmohej me vepra tendenca për shfarosje. Kjo tragjedie përsëritur në historinë tonë për herë të parë po shihej, po dëgjohej dhe po merrej seriozisht nga e gjithë bota. Dhe për këtë vëmendje, një merit të veçantë e ka miku i Reçakut, miku i kombit shqiptar dhe mbrojtësi i pa kompromis i së vërtetës, ambasadori William Walker. Ishte ambasadori William Walker i cili, kur i po trupat e të masakruarve në Reçak, e cilësoi dhe dënoi atë si krim kundër njerëzimit dhe e bëri të pamundur për botën që të mbyllte sytë para së vërtetës. Dear Ambassador Walker, on behalf of the Parliament of Kosovo, we extend our deepest and most sincere gratitude for your courage, your integrity, and your unwavering commitment to truth. By speaking out and revealing to the world the horrific crimes committed against innocent civilians, you ensured that humanity could no longer look away. In our nation's darkest and most painful hours, you stood with our people, giving voice to their suffering and dignity to their sacrifice. For this, all citizens of Kosovo will remain forever grateful. So thank you, Mr. Ambassador. Edhe sot pas 27 vjetësh, nga ajo ditë e rënd, plagët vazhdojnë të mbesin të hapura. Askush, as nga pjesëmarrësit, as nga urdhërdhënësit e palës agresore, ende nuk kanë dhënë përgjegjësi për këtë akt mizor. Kjo plagë rëndohet edhe më shumë nga politika e mohimit, nga mungesa e pendesës dhe nga refuzimi i Serbisë për të kërkuar falje për krimet e saj. Kjo dëshmon se Serbia nuk ka ndryshuar, ajo nuk është distancuar nga e kaluara e saj, por vetëm pret momentin për të vazhduar të njëjtën ideologji kriminale. Kemi shembuj ku organizimet kriminale Serbia i vazhdon në veri, intimidime ndaj qytetarëve, sulmin terrorist në Bansk kur heroikisht rreshteri në Afrim Bunjoku, pastaj sulmit terrorist i detonimit në Ibër Lepens, gjitha këto janë dëshmi të vazhdimësisë së mendësisë kriminale dhe hegemoniste që mbizotron në Serbi. Dhe për këtu veprimi nuk ka as përgjegjësi nga Serbia, e fatkeqësisht as masa e as ndëshkime nga bashkësia ndërkombëtare. Tash, ne si popull, me gjithë ndëshkimet, duhet të ndihemi krenar, sepse Kosova me gjithë vujtjet është shembull i demokracisë, ndërsa Serbia mbetet relikt i fashizmit dhe autokracisë. Ka pafund shembuj që vërtetojnë këtë.
Klosa jonë politike vazhdon qosjen konstruktive e paqëdashse me të gjitha vujtjet e padrejtësisë që ka përjetuar. Kemi shembullin ku kryeministri Kurti ka qenë i kidnapuar dhe i maltretuar në burgjet e Serbisë. Zavendës kryeministri Adonika Gërvalla, ku i është vrarë edhe baba edhe axhi nga Udba famkeqe pra nga shteti i Serbisë. Presidentit historik Rugova gjithashtu ja kanë vrarë babon. E kemi ish nënkryetaren e kuvendit Saranda Bogojevci, e cila në trupin e saj mbon 16 plumba dhe ju kanë vrarë plot anëtarë të familjes dhe të masakruar. E kemi familjen Haradinaj, e cila ka 2 vëllezër dëshmor, gjithashtu të vrarë nga forcat okupatore serbe. Pra, kemi shembuj të tërë. E megjithatë janë pikërisht liderët politik të vendit tonë që kanë përjetuar gjithë këtë dhimbje, por që vazhdojnë të jenë demokrat paqësor dhe të gatshëm për pajtim dhe fëqinjësi të mirë. Përveç politikanëve, qosjen paqësore e gjeni edhe të populli jonë. Serbët jetojnë të rrethuar nga shqiptarët në 4 komunat në jug, ata punojnë, bashkëjetojnë në paqe, pa incidente, pa hakmarrje. E kemi edhe komunën e Ferizoj të afër, ku serbët çdo ditë shëtisin, punojnë e tregtojnë lirshëm. E kjo dëshmon se populli ynë ka vlera të larta njerëzore, se jemi popull paqëdashës dhe human, se nuk jemi popull e urrejtjes e hakmarrës. Ne jemi popull i Nanës Terezë, i paqes, i bamirësisë dhe i demokracisë, dhe kjo na bën krenar për popullin që i takojmë. Ndërkohë, nëse e shohim anën tjetër, në Serbi kemi ende presidentin Aleksandar Vučić, i cili ka qenë ministri i propagandës në kohën e Miloševićit, i cili që vazhdon të flasë dhe të veprojë me të njëjtin mentalitet shfarosës ndaj popullit tonë. Fatkeqësia është se në Serbi nuk ka as opozitë që mendon për paqe, por gjithë struktura politike vazhdon të kultivojë të njëjtin qosje të urrejtjes, mohimit e hegemonisë. Prandaj, kujtimi i Rechokut për ne është paralajmërim për botën se për çka çndrojmë ne dhe për çka çndron Serbia. Është dëshmi se populli ynë dhe leadershipi i saj përfaqësojnë vlerat të paqes, demokracisë dhe të dinjitetit njerëzor, ndërsa shteti serb vazhdon të prodhojë dhunë dhe të ushqejë urrejtje. Është obligim për bashkinë ndërkombëtare që të veprojë mbi parimet që vetë i promovon, të dënojë krimin, të kërkojë drejtësi, të insistojë të Serbia në pranimin e fajit dhe në kërkimfolje, sepse vetëm mbi këto themele mund të ndërtohet një paqe e vërtet, por edhe afatgjote. Reçoku është shembull ku ende nuk kemi as drejtësi, as përgjegjësi, as pengesë. Dhe për këtë arsye, edhe paqja mbetet vështirë për t'u arritur. Është obligim për bashkinë ndërkombëtare që të veprojnë mbi këto parime, sepse këto janë edhe vlerat që ajo vetë i predikon dhe i mbron gjithandej. Por mbi të gjitha të dashur të pranishëm, është obligim që ne të qëndrojmë të bashkuar dhe të mos lejojmë asnjëherë të na përsëritet një tragjedi e tillë. Të punojmë bashkë për një ekonomi më të zhvilluar, për një arsim më cilësor, për një polici sa më të mirë dhe për një ushtri sa më të fuqishme, sepse Reçoku na mëson se liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak, mund dhe sakrificë, e që të ruhet, kërkohet punë dhe përkushtim i përhershëm nga të gjithë ne. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të Reçokut në krye me komandantin Ahmet Kaçiku, lavdi dëshmorëve të lirisë, lavdi sakrificës të gjithë atyre brezave që punuan dhe kontribuan për një Kosovë të lirë. Faleminderit. Faleminderit, nderuar kryetar. Dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj për fjalën e tij kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotëria Albin Kurti. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, zotri Dimal Basha, i nderuari ambasador William Walker, të nderuar koleg nga ekzekutivi dhe legislativi i vendit ton, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit, i nderuari zëvendës komandant general Enver Cikaçi, të nderuar ushtarak
e policë të ushtrisë të policisë sonë, i nderuari kryetar i komunës së Shtimës, zotri Qemal Aliu, i nderuari kryetar i fshatit Reçak, zotri Adem Ramadani, shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve mike të akredituara në Kosovë, e nderuara kryetare e komunës Preshevës Ardita Sinani, i nderuari Lëzim Jashari, i biri i komandantit, kryekomandantit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuara familjet të dëshmorëve dhe të martirëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, jemi mbledhur në Reçak për nderimin e kujtimit të 45 të vrarëve me 15 janar 1999. Jemi bashkë në përvjetorin e 27 për të përmbushur përgjegjësitë tona njerëzore e shtetërore që te i kalojnë kohën. Obligimin ndaj kujtesës, ndaj të vërtetës dhe ndaj drejtësisë. Të dashur familjar të vrarëve në masakrën e Reçakut, të nderuar fëmijë dhe pasardhës të martirëve dhe dëshmorëve këtu në Reçak, sot u përkulemi me respekt të thellë. Dhembja juaj është dhembja jonë. Shteti ynë, Republika e Kosovës, ku ne jetojmë sot të lirë, i ka rënjët në gjakun e derdhur të martirëve dhe dëshmorëve në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në sakrificën dhe qëndresën e popullit ton liridashës. Të dashura motra dhe vëllezër, krimet e kryera në Reçak nuk mund të fshihen nga historia e shtetit gjenocidal të Serbisë që i kreu, e as nga historia e popullit ton që i përjetoi me aq shumë dhembje dhe i trashëgoi me kaq shumë vuajtje. Reçaku ishte dhe mbetet pjesë e pandashme e betejës për të vërtetën dhe drejtësinë. Ishte në qendër të procesit gjyqësor kundër Slobodan Miloševićit para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Jugoslavinë, duke dëshmuar se krimet në Kosovë ishin pjesë e politikës shtetërore të dhunës Serbisë ndaj popullsisë civile shqiptare. Edhe pse ky proces nuk u përmbyll me aktgjykim për shkak të vdekjes së Miloševićit, faktet dhe dëshmit për Reçakun mbetën të regjistruara në drejtësinë ndërkombëtare si konfirmim se e vërteta për këto krime nuk mund të mohohet dhe se drejtësia, sa do e vënuar, mbetet detyrim moral dhe historik. Në përmbushje të obligimit për drejtësi, kemi ndërtuar kornizën ligjore për mundësimin e gjykimit në mungesë për krimet e luftës. Në dhjetor të vitit 2025, pra në muajin që shkoi, Republika e Kosovës ndërmori edhe një hap të rëndësishëm në rrugën e drejtësisë, kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 21 personave për masakrën e Reçakut për krime lufte. Kjo akt akuzë afirmon se krimi ka autor dhe se vërteta nuk parashkruhet. Drejtësia nuk ndalet kur kriminalet fshehen në Serbi apo edhe strehohen nga shteti atje. Drejtësia ecën për herë për para, sepse shteti i Kosovës nuk harron kur. E sot, përveç 45 martirëve, përkujtojmë edhe komandantin e brigadës 161 të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ahmet Kaqikun, i cili pikërisht sot e ka ditëlindjen, do të bëhej 62 vjeç, por kur ishte veç se 35 vjeç, bashkë me 10 luftëtarë të tjerë, ranë dëshmor të kombit në mbrojtje të kufomave të vrarëve civil,
të trupave të pajet të martirëve në Reçak. Fillimisht u varros në varrezat e dëshmorëve në Mollopolc, aty ku ishte vendi i betejës e i luftimit, ndërkaq sot prehet i qetë në varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. I nderuar dhe shumë i dashuri ambasador William Walker, ju keni një vend të rëndësishëm në historinë moderne të Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha një vend veçantë në zemrat tona. Në një periudhë kur e vërteta për Kosovën shpesh anashkalohej ose zbehej në diskursin ndërkombëtar, ju e artikuluat qartë dhe me përgjegjësi realitetin e krimeve të kryera nga Serbia. Këtë dëshmi e keni lënë trashëgimi përmes librit të kujtimeve, përmbledhur në titullin Reçak, historia e një krimi lufte, për çfarë ju përgëzoj edhe një herë. Siç dokumentohet në librin tuaj, informatat fillestare që kishte marrë misioni verifikues i OSBE-s në Kosovë flisnin për 4 ose 5 të vrarë. Me 16 janar 1999, ju vendosët të vini vetë në Reçak. Dhe ajo që dëshmuat, sipas fjalëve tuaja, ishte, po citoj, masakër e qëllimshme dhe brutale e burrave dhe djemve të një fshati, mbaron citati. Për këtë ju deklaruat: konsideroj veten se jam veteran i ashpër ndaj dhunës dhe mizorisë së njeriut ndaj njeriut, por ajo që pash në Reçak ishte diçka përtej asaj. Qeveria e Republikës Kosovës e ka mbështetur botimin e librit si burim tejet i rëndësishëm historik dhe si shprehje nderimi për ata që ranë për liri. Me mirënjohje të thellë, sot e gjithmonë u jemi falendërues të gjithë miqve e partnerëve ndërkombëtar që qëndruan në anën e të vërtetës në ato ditë të errta për Kosovën. Masakra e Reçakut e zgjoi ndërgjegjen ndërkombëtare dhe çoi te ndërhyrja e NATO-s. Mbështetja dhe veprimi i bashkisë ndërkombëtare mbeten pjesë e pandashme e historisë shtet ndërtimit të Kosovës së bashku me luftën e lavdishme të UÇK-s. Të nderuar zonja dhe zotëri, si pjesë e përkushtimit afatgjatë shtetëror, kemi themeluar me ligj Institutin për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut është mekanizëm i domosdoshëm për ballafaqimin me të kaluarën dhe për ndërtimin e bazës së qëndrueshme të së vërtetës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë jo vetëm krimet luftës, po edhe krime kundër njerëzimit dhe gjenocidi i Serbisë. Për të ruajtur të vërtetën e Reçakut për brezat që vijnë pas nesh, qeveria ka nisur procesin për zhvillimin e kompleksit memorial përmes grupit punues dhe ekipeve profesionale të angazhuara nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto ekipe po bëjnë analizë dhe dokumentim të hollësishëm të gjendjes ekzistuese të fshatit me ndjeshmëri dhe respekt ndaj kujtimit të më të dashurve tuaj dhe për t'i dhënë me përgjegjësi kuptim dhe kujtesë popullit ton edhe në aspektin kolektiv edhe për të ardhmen përkatësisht gjeneratat e ardhshme. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, Kosova e sotme është shtet i pavarur dhe i sigurt, me institucione demokratike që funksionojnë, me stabilitet institucional, me ekonomi që rritet dhe me mirëqenie që shpërndahet, me qytetarë që jetojnë në paqe, e fëmijë që ndrojnë lirshëm, falë realizimit të ëndrrës së madhe të lirisë. Liria që gëzojmë sot është fryt i përpjekjes, rezistencës dhe angazhimit të vazhdueshëm të përbashkët. Andaj sot vijojmë, punojmë për një shtet që garanton e mbron të drejtat dhe dignitetin njerëzor. Me sundim të rendit dhe të ligjit, me integritet territorial e sovranitet shtetëror, për zhvillim ekonomik e progres shoqëror. Sot, duke nderuar martirët e Reçakut, Republika e Kosovës reafirmon angazhimin e përhershëm, e të përjetshëm për të vërtetën, për drejtësi dhe për paqe të qëndrueshme. I përjetshëm qoftë kujtimi i martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut dhe atyre në përgjithësi të kombit ton mbar, të cilët ranë për lirinë që e gëzojmë sot
dhe shtetin që kemi. Lavdi. Ju faleminderit I nderuar kryeministër. Tani kemi një moment të veçantë të kësaj akademie. Para 27 vjetësh në Reçak e vërteta u pa, u dokumentua dhe u tha me zë të lartë. Ajo vërtet nuk do të kishte jehonën që pati pa guximin moral dhe profesional të një njeriu që refuzoi të heshte. Ai nuk foli në emër të politikës, por në emër të ndërgjegjes njerëzore. Dhe fjala e tij ndryshoi rrjedhën e historisë. Fjalën e ka zoti William Walker. Faleminderit, shumë. Madam President, Mr. Prime Minister, Mr. Speaker of the Parliament, Nderuar kryetari I Parlamentit and all the rest of you who dhe të represent gjithë ju që various përfaqësoni parts of the pjesë population të of ndryshme të Kosovo, popullatës së Kosovës. and I want to pay Dhe particular në veçanti thanks to dua të falenderoj those who are here ata të representing cilët janë various këtu që countries, po the përfaqësojnë edhe ambassadors vende të ndryshme, of ambasadorët e vendeve të who ndryshme recognize të cilat e Kosovo. kanë njohur Kosovën. As was said 27 Siç edhe years u tha, ago, and 27 one vite day, më parë, brenda një dite, I visited Kosovo I kam visited vizituar Reçak for the first Reçakun, time. vizituar për e parë. It has often been told Shpesh ishte what thënë I found që ajo çka and what I kam said. gjetur dhe çka kam thënë. In the intervening 27 years, I have been Tani interviewed, I have për 27 vite jam written, intervistuar, I have kam shkruar, spoken kam folur po words ashtu, kam describing thënë that fjalë day që kam përshkruar and atë what this ditë dhe ceremony commemorates. dhe çka përkujton So këtë I'm not ceremoni e gonna go sotshme. back Prandaj over nuk do të kthehem any of those sërish details. në ndonjë prej atyre hollësive As horrific as they were. sa të tmeshme kanë qenë ato. I want to say a few words Dua të about them ca fjalë those who deserve për credit ata të for cilët what happened meritojnë in the falëndrim aftermath of the Reçak për atë çka massacre. ka ndodhur pas masakrës së I've heard Reçakut. words of Kam praise, dëgjuar fjalë dhe lutje, deserved for sure, natyrisht for the KLA, të merituara për UÇK-n, for those who për ata flew in të cilët bombers from NATO ë, and produced të cilët what we see e today. prodhuan atë çka e And shohim obviously, sot if you pas had told me pushtetit të 27 years NATO-s. ago Dhe today, I would have been standing in front of unë a do të prime minister isha para një and a president kryeministri, para of the një democratically elected presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Nuk e kam menduar këtë. Republic of Kosovo. Nuk e I kam would have menduar told që do të you ketë një you were republikë crazy. pavarur të Kosovës. Ndërsa What kur do të ma thotë këtë para all of 27 you vite, represent do for të me do të isha i is çmendur, the fact that so much has changed por in a aq mere shumë ka 27 ndryshuar years. në vetëm 27 vite. So I just want to mention Prandaj that in vetëm passing. dua What ta I do want to përmend mention të also shkurtimisht, por is that ashtu çka dua të përmend one është se group of people një who I grup i think njerëzve të deserve a cilët lot mendoj of që meritojnë respect shumë respekt and gratitude dhe falënderim for po what ashtu they did për atë çfarë ata to kanë bërë, make për ta bërë the emergence of the Republic of Para- Kosovo për ta as it bërë is today, realitet Republikën e but who Kosovës, siç është seldom sot, get por mentioned të in any of the cilët speeches I hear rrallë either here përmend, or rrallë përmendet në outside of përfjalime, Kosovo are those who came janë with ata me të cilët kanë ardhur me mua, to të serve cilët in kanë ardhur Kosovo që të when it was shërbejnë në still a Kosovë, very dangerous kur place. ende ka qenë një vend shumë i rrezikshëm, And these are the dhe ata volunteers janë that came vullnetarë që from kanë 30 ardhur some nga countries, 30 e sa vende, members antar of the OSCE. të OSBE-s. By the time we departed, Në kohën që ne u A patëm mere nisur, 3 months after we had arrived and 3 tried to muaj pas establish the patëm mission, arritur dhe patëm krijuar as misionin many këtu, as
1,200 volunteers came 12.000 from the member vullnetarë states erdhën of the nga shtete OSCE. anëtare nga This was the Kosovo verification mission. 1200 vullnetarë erdhën nga misioni verifikues i With much SBE-s to dhe offer ata to ofruan aq shumë the people of për Kosovo, popullin e Kosovës and with much to offer in dhe terms po of ashtu doing aq what they shumë were sent here to do, ofruan which was to dhe bën për verify çka ata janë dërguar të bëjnë. Ata which side was verifikuan doing what se to what cila side. palë çfarë bënte, cila I palë really çfarë don't bënte palës tjetër. hear much Dhe about the contribution of the many volunteers aq shumë of vullnetarë the kontribuan sister countries of dhe Europe. vende si motrat who e came Evropës here kanë to tell the ardhur world këtu what was që t'i happening. tregojnë botës They çfarë came po here ndodhte. with no Ata protection. kanë ardhur këtu pa The mission mbrojtje. had no arms. Misioni nuk kishte We were armë. perhaps the only people Ne ishim ndoshta të vetmit në Kosovë të cilët wandering around e trying po to see what was silleshim happening, dhe who were përpiqem not të shinim armed, se who çfarë were po not ndodhte. protected. Ne nuk ishim të mbrojtur, ne nuk I ishim often hear armë. about my Shpesh dëgjoj bravery or për my guximin tim ability to apo come për here aftësinë time që të vi këtu knowing the threat duke ditur that kërcënimin that was dhe rrezikun here. që ishte këtu. of anyone trying to tell the truth or what was happening. Sidomos për Believe dikë me, që I thotë did not vërtetën. have Më any besoni fear që at any nuk kam time I pasur was in Kosovo as pak with frikë the sa mission kam ardhur në Kosovë me misionin. that I was in danger. I was mostly in Pristina. Kryesisht kam qëndruar në I had Prishtinë a dhe kisha security force. një Granted, they were forcë just a sigurie. half a dozen young Pra Kosovars who ishin were disa armed with sticks, kosovarë but they were there to protect por me. ata ishin aty të I më also mbrojnë had mua. no doubt Ata that nuk kishin fare Slobodan shkopinë e dorës. Milosevic, dictator that he was, Diktatori violent Slobodan that he Miloševići, was sa not i going to dhunshëm që harm an ishte, American ambassador. nuk do I të was safe. dëmtonte, nuk do të But the lëntonte një ambassador 1,200 amerikan kështu young mendoj, people who por came, the volunteers 1200 who të rinj came që with kanë ardhur me, vullnetarë që kanë ardhur were bashkë out me in mua, the villages, ata were ishin në out in the fshatra, background ishin në për of this zona të thella të këtij not vendi. country but a province of Të Serbia, kësaj trying krahine to tell aso the koha world të what was going on Serbisë, here. përpiqen I të wish tregojnë se they çfarë po had ndodhte. Uroj received që much ju more të credit keni for what they were doing and uroj what që they ju të brought falenderoni about, sa më shumë ata për as çfarë well ata kanë as, bërë. joining Po those ashtu who came from të NATO, bashkëngjiteni those atyre who që came kanë ardhur nga from NATO dhe other atyre që kanë institutions ardhur who nga came institucione from tjera, the të capitals of cilët kanë ardhur Europe. nga These were kryeqytetet young e people Evropës. who were Ata really ishin in të rinj threat, që me living vërtet in the kanë qenë të village, kërcënuar, living të with rrezikuar, families, jetonin në and fshatra, trying to tell the jetonin me world familje dhe what was përpiqen të happening tregonin in Kosovo. botës se So çka I po wish at ndodhte some në point Kosovë. in the Prandaj future I uroj will që në hear të ardhmen që të dëgjoj më words of shumë praise fjalë for të the young mira dhe volunteers lutje who të mira came with për the Kosovo vullnetarët që kanë verification ardhur me mision verifikues të OSBE-s në Kosovë. So I come here today Prandaj as I have sot pi come këtu, almost siç edhe kam every ardhur thuajse January 15th çdo 15 janar to speak with për audiences të like this, folur me audienca si kjo. people who are Njerëz interested të in cilët kanë knowing, qenë të interesuar what të dinë happened, se çka ka ndodhur, knowing what role të I dinë se perhaps çfarë played. roli kam luajtur I unë. appreciate that very E much, çmoj that këtë I've been able mjaft to come shumë që and kam every pas year mundësi të vi. Çdo it's a vit bigger and bigger audience. është e shoh audiencën And që every më të year there madhe. are more Dhe çdo vit ka representatives edhe më coming, shumë and I really përfaqësues që appreciate vinë the fact dhe me të vërtetë e çmoj that this faktin morning që up on the sot hills of në Rachel, kodrën e I met Reçakut kam 5 or takuar 6 5 apo ambassadors 6 who come from ambasadorë other të cilët countries. kanë ardhur nga And vende as të I tjera say, if you dhe had siç told e me them, nëse ju do të më 27 thonin years mua ago that para I was going to be 27 standing in viteve front që of do a të qëndroja president, para një a prime presidenti, minister, para a një speaker of the kryeministri, para një parliament, kryetari të parlamentit and diplomatic dhe para representatives of përfaqësuesi other diplomatik countries të of vendet Europe, të tjera këtu të Evropës, I would not have believed it. unë So nuk I do ta really besoja appreciate këtë. the chance Prandaj to be me here vërtet e today. çmoj këtë shans që më And është see dhënë të qëndroj këtu sot dhe të What shoh is represented se now çka by what the Republic of përfaqësohet Kosovo tani dhe si represents. përfaqësohet Republika e Kosovës, çka përfaqëson vetë ajo. The next thing and probably the last thing Dhe I want to gjë e tell you fundit is ndoshta që do doja ta thoja why sot I këtu come është se here pse and vi in spite këtu of dhe the way se I'm standing, përkundër mënyrës se si po qëndroj dhe worrying vështirësive about my leg. që i kam problemi që i kam me këmbët e mia. Ai që më my wife tells me or my friends ajo tell që më me, thot gruaja dhe që më thonë miqtë e mi dhe që më thot kryeministri, që më thot you know, presidentja, we're so glad to see you. We hope you're uroj feeling që ti well. shoh When I come to atë Kosovo, gjithë ata I më feel thonë better than I felt uroj që any të jesh place më else in mirë, the world. por kur do që vinë në This Kosovë, is ndje më for mirë se në me çdo vend tjetër të my botës, home. You sepse are këtu my e ndjehem family. si në shtëpinë You are time, my ndjehem me friends. familjen time, ju So jeni I miqtë e mi, really appreciate prandaj me But vërtet e çmoj I also faktin të wanna qenjtë tell you prandaj. something Por that po I ashtu really dua am t'ju them trying diçka to që me vërtet po përpiqem when I go të around the theksoj United kur States shkoj në and Shtetet e talk to Bashkuara të Amerikës dhe kur audiences flas me such as audienca this, të ngjashme audiences se of kjo, people who know very audienca little të njerëzve about që Kosovo. dinë shumë pak
pak për Kosovën. What has happened in the Çka last ka 20 ndodhur years, 25 years, gjatë 27 27 years, viteve të but fundit. especially since Por në independence, veçanti which is prej a mere pavarësisë që është 15 or 16 years 15 ago. apo 16 vite më parë që I është come shpallur. here, Vi këtu and every time I dhe come, sa herë I që am vi impressed, I i am impresionohem dazzled
nga ajo që ka shohun mrekullia që është ndërtuar këtu dhe që po shpaloset këtu. Për ata të cilët ndoshta nuk udhëtoni as sa udhëton, ndoshta nuk keni dash shumë përvojë sa kanë pasur unë. Kur shkoni rreth botës, ju tregoni njerëzve, ju tregoni vendet të ndryshme se çka përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo çka përfaqëson demokracia. Vi këtu dhe gjej që ajo çka është zhvilluar për një 15-16 apo 17 vite këtu nga njerëzit e Kosovës, nga ju, është diçka që mund ta quaj thjesht mrekulli. Unë besoj që mund ta dëshmoj, por unë besoj që Kosova, siç është tani, siç është strukturuar tani dhe siç po performon tani, pa dyshim që është në mesin e vendeve më demokratike në botë. The people of Kosovo Nëse popullata e Kosovës do ta ketë mundësinë, do ta ketë lirinë, do ta ketë shansin që të tregojë se çka mund të bëjnë, ata kanë treguar deri më tani në mënyrë të mahnitshme atë çfarë mund të bëjnë. Çdo 6 muaj vi dhe asnjëherë nuk shkoj pa parë diçka të veçantë, të re, një shkencë të re, një pjesë të re shkencore të në vendin tuaj. E ndaj historia në përbot për atë se çka si ka filluar në Reçak, por si ka rezultuar në Kosovën e sotshme. Shpesh me pyesin, se pse njerëzit, pse ti Walker flet aq shumë për Reçakun. Ka pasur shumë masakra tjera, ka pasur shumë gjëra të tmerrshme që kanë ndodhur, por ju gjithmonë flisni vetëm për Reçakun. Kjo është edhe libra për çka kam shkruar. Sepse Raçak produce pse what it has produced in Reçaku krijoi atë që është krijuar në shtetin modern të Republikës së Kosovës dhe nuk është për shkak që Walkeri ka shkuar dhe ka thënë të vërtetën dhe që ka parë atë ditë, por është për shkak se shumë gjëra janë bërë bashkë pikërisht në atë moment. Njëra prej gjërave të para që u bë ishte misioni verifikues i SBA-s, generali britanik, koloneli kanadez dhe disa të tjerë që erdhën në Reçak menjëherë pasi asaj që ka ndodhi këtu. Kur u vra familja, do të thotë, askush nuk ishte aty që përfaqësonte komunitetin ndërkombëtar. Kur u vra familja Jashari, askush nuk mund të japte një version të asaj çka ka ndodhur për familjen Jashari, por këtu ishte shansi që e patan. Misioni verifikues erdhi këtu brenda orësh pas masakrës. Dhe krejt çka kanë bërë është kjo çka unë kam parë, kjo çka unë mendoj se ka ndodhur dhe këta i pajsoj unë. Mirë po, u bën shumë faktorë së bashku aty dhe e bën Reçakun mjaft të ndryshëm. Nga ngjarje që ishin që thjesht ndodhin nëpër krahin e Serbisë të asaj kohë që quhej Kosovë. Prandaj sot vi këtu dhe ju kërkoj juve që të shihni Reçakun për atë se çfarë përfaqëson përpashtu, të shihni edhe për ngjarjet e pabesueshme që kanë ndodhur viteve para Reçakut dhe pas Reçakut. Kam ardhur këtu t'ju them që ju jetoni në një vend të mrekullueshëm, në vendin më demokratik që kam dëshmuar në karrierën time si diplomat. Demokracia është po lulëzon këtu. Liria e shprehjes, liria për minoritetet, liria për të gjithë. I am here to congratulate you. I am here to tell you, get the word out. The world still does not know what bota ende nuk e di se çka përfaqëson Kosovën në të vërtetë, dhe çfarë kontributi ka dhënë Reçaku për Kosovën. Faleminderit. Zoti Walker, në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju falenderojmë me përullësi.
E tani fjalën e ka kryetari I komunës së Shtimes, zoti Qemal Aliu. Të nderuar Shkëlqësi, Presidenti e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, I nderuar Kryeministër, zoti Albin Kurti, I nderuar Kryetari I Kuvendit të Republikës Kosovës, zoti Dimal Basha, I nderuar zotës komandanti I FSK-s, zoti Enver Cikaçi, Shkëlqësi, ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik që jeni prezent sot këtu, I nderuar ambasador William Walker, mik I përjetshëm I Reçakut, Shtimes dhe I gjithë Kosovës, I dashur Lulzim Jashari, I biri I komandantit legjendar Adem Jashari, I dashur Baca Halil, prindi I komandantit Muj Krasniqi, Kapuqi, të nderuar familjarë të martirëve të Reçakut, familje të dëshmorëve, invalide veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishe prorë të UÇK-s, I dashur Adem, Baca Isak, Baca Muhamet, të nderuar përfaqësues të institucioneve, ministra, deputet, zonja dhe zotërinj mysafirë të nderuar. Reçaku për çdo vit na mbledh e na emocionon. Na bën me ndjenja respekti, por edhe me dhimbje, na bën të përulur, por edhe krenar për qëndresën e lavdishme. Sot shënojmë 27 vjetorin e masakrës Reçakut, një nga plagët më të rënda të historisë sonë kombëtare dhe një nga dëshmitë më të forta të së vërtetës sonë se kemi qenë të pafajshëm karshi agresorit gjenocidal si Serbia fashiste e Miloševićit. 15 janari vitit 1999 është ditë që e ndau historinë në dysh. Në atë mëngjes të ftovdimri, dhuna shtetërore e Serbisë u shfaq në formën e saj më njerëzore. Reçaku, ky fshat I vogël në zemër të Kosovës, u shndrua në skenë krimi dhe në simbol të sakrificës më sublime. Aty u vranë dhe u masakruan civil të pafajshëm, burra e gra, pleqe fëmijë, vetëm pse ishin shqiptarë dhe jetonin në tokën e tyre. Ata nuk ishin ushtarë, nuk përbënin asnjë kërcënim, ishin njerëz të zakonshëm, me emra, familje dhe ëndra, të cilat u prenë mizorisht. Ajo mësymje makabre e forcave serbe e tronditi ndërgjegjen e tërë botës. Heshtja ndërkombëtare u thye ku fal guximit dhe integritetit moral të ambasadorit William Walker, e vërteta doli hapur. Masakra u quajt ashtu siç ishte, krem kundër njerëzimit. Ky moment shënoi kthesën vendimtare historike që I hapi rrugë pastaj reagimit ndërkombëtar dhe më pas ndërhyrjes që çoi në çlirimin e Kosovës, duke bombarduar Coqet e Miloševićit nga ajri, por edhe duke luftuar djemtë e vajzat më të mira të kombit, ushtarët e UÇK-s me pushë në dorë. Reçaku është tragjedi e shkaktuar me vetdije dhe me paramendim. Reçaku është dëshmi dhe mbetet plagë që nuk shërohet, por edhe krenari që nuk shohet. Reçaku është kujtesë e përhershme se liria jonë ka çmim dhe se ky çmim është paguar me jetë njerëzish të pafajshëm. Drejtësia për viktimat e Reçakut ende mungon, megjithse me 30 dhjetor Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 21 personave, ne nuk do të ndalemi derisa këta dhe shumë të tjerë, përfshirë këtu edhe krerët e shtetit serb, të vihen para drejtësisë. Nuk do të ndalemi derisa e vërteta dhe përgjegjësia të vendosen aty ku e kanë vendin. Të nderuar pranishëm, për ta ruajtur dhe përjetësuar kujtesën e kësaj masakre, ne kemi ndërmarrë hapa konkret për kompleksin memorial masakrës e Reçakut, duke bërë projekt nacional pas kompleksit të Jasharajve. Ky kompleks do të jetë vend reflektimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi për brezat që vinë e që e vërteta të mos bëhet kurrë. Ambasadori Walker është dëshmitari së vërtetës sonë dhe zëri atyre që nuk mundën të flisnin. Ajo është miku ynë I përjetshëm. Kosova dhe Reçaku do të jenë gjithmonë shtëpi e tij dhe mirënjohja jonë shtetërore e mbarkombëtare dhe e përhershme për të.
Sot, duke kujtuar Reçakun, ne kujtojmë të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, kujtojmë edhe 10 dëshmorët që në krye me komandantin e tyre, Ahmet Kachikun, dhanë jetën duke mbrojtur pikërisht viktimat e pafajshme të Reçakut. Kujtojmë sakrificën, qëndresën dhe dignitetin e një populli që nuk u përkull asnjëherë. Ne do të ecim përpara duke ndërtuar shtetin ton me përgjegjësi dhe dignitet, duke mbajtur gjallë kujtimin e martirëve e dëshmorëve tonë, që ngjarje si Reçaku të mos përsëriten më asnjëherë. Lavdi martirëve të Reçakut, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi luftës të lirimtare të djemve e vajzave më të mira të kombit, respekt dhe mirënjohje për të gjithë fëmijët dhe miqtë tonë ndërkombëtar, ju faleminderit shumë. Faleminderit zotëri kryetar. Tani fjalën e ka zoti Adem Ramadani, kryetar i fshatit Reçak, njëherit veteran dhe invalid i luftës çlirimtare të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, sot bëhet 27 vjet që Reçaku mbetet një plagë e hapur në kujtesën tonë kolektive. Prandaj edhe në këtë përjetor jemi këtu për të përkujtuar dhe nderuar martirët dhe dëshmorët që me 15 janar 1999 u fliuan për lirinë e këtij vendi. Më lejoni që në emër të banorëve të fshatit Reçak t'ju falenderoj të gjithëve, sot në 27 vjetorin e kujtimit dhe nderimit të martirëve të masakrës së Reçakut. Na jeni bashkuar për të nderuar gjakun të sakrificën për lirinë e Kosovës, në mendje dhe me zemër. Sot po nderojmë jetën dhe veprën e martirëve të kombit, familjet e tyre dhe gjakun e nderdhur për lirinë nga luftëtarët e UÇK-s. Ju falenderit të gjithëve që sikur në përvjetore tjerë, edhe në këtë ditë jeni bashkë me ne, me familjet e martirëve të dëshmorëve. Me këtë rast, dua t'ju falenderoj Presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj zotin Vjosa Osmani, Kryetarin e Parlamentit zotin Demal Basha, Kryeministrin e Kosovës zoti Albin Kurti, Kryetarin e Komunës zotin Qemal Aliu, përfaqësuesit e zyrave diplomatike në Kosovë, përfaqësuesit e institucioneve, përfaqësuesit e organizatave të luftës të UÇK-s, si dhe një përshëndetje dhe falënderim të sinqert, të përhershëm dhe të veçantë për mikun tonë zotin William Voker, qytetarin tonë të nderit. Reçaku nuk është vetëm e kaluara jonë, ajo është edhe e tashmja dhe do të mbetet edhe e ardhmja jonë, e dhëmshme për e lavdishme që do të reflektoj në kujtesën tonë krimin brutal ndaj njerëzve të pafajshëm. Të nderuar të pranishëm, familjarët e martirëve të Reçakut, me mendje dhe me zemër, si çdo janar tjetër, edhe sot pas 27 vite kujtojmë më të dashurit tanë që u sakrifikuan për lirinë e vendit. Gjithashtu kujtojmë dhe nderojmë heroizmin e dëshmorëve të UÇK-s, të cilët ranë heroikisht duke mbrojtur fshatin dhe duke mos lejuar që kriminalët të fshehin krimin makabër të kryer në mëngjesin e 15 janarit 1999. Në këtë betejë ra heroikisht edhe komandanti Ahmet Kaçiku. Reçaku nuk ishte vetëm dhimbje, Reçaku ishte pikë kthese. Ishte momenti kur bota demokratike u trëndit dhe u detyrua të shihte realitetin e gjenocidit që kryhej ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ishte momenti kur zoti William Voker e pa me sytë e tij barbarinë dhe e shpalli para botës se masakra e Reçakut është krim kundër njerëzimit. Ky deklarim i guximshëm, i mbështetur edhe nga dëshmit,
i hapi rrugë ndërhyrjes ndërkombëtare dhe e solli Kosovën në qendër të agjendës globale. Rëçaku u bë simbol i së vërtetës dhe i domosdoshmërisë për veprim. Fatkeqësisht edhe pas 27 vitesh, ende nuk kemi dënim për krimin monstruoz ndaj 45 bashkëshortarëve tanë, njerëz të paramatosur, të pafajshëm. Megjithatë, Rëçaku ende shpreson në të vërtetat që janë dëshmuar dhe vërtetuar nga Zoti Voker, i cili masakrën e Rëçakut e vlerësoi si krim kundër njerëzimit në ditën dhe vendin që ndodhi. Me lejoni që edhe një herë në emër të fshatit Rëçak të falenderoj Zotin Voker për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë për Rëçakun, për popullin dhe për lirinë e Kosovës. Pa Rëçakun, pa gjakun e martirëve, të dëshmuarve anë kënd Kosovës dhe pa zërin e Zotit William Voker, rruga drejt lirisë do të ishte shumë më e gjatë dhe shumë më e vështirë. Rëçaku gjithmonë do të na kujtojë liria se nuk është dhuratë, por sakrificë, dhe se gjaku i martirëve dhe dëshmorëve është themel i pavarësisë sonë. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Respekt për ju të nderuar të pranishëm. Ju faleminderit Zoti Ramadani. Tani të nderuar të pranishëm, ju ftoj që të përcjellni pjesën artistike të përgatitur nga ansambli Okteti Plus. For
Jani në Shqipa në sytë. Pesë puset në gryk. Janino Ciao mes për mes tabor. Janino Kushti Janino Janë këto dango që bojnë pjenera, e u gurgullojna o këto gurra thella, e u asni sulmoj, os na gjendë për lotur, e u pa drejtësi more se duron ky popull, e u asni sulmoj, os na gjendë për lotur, e u pa drejtësi more se duron ky popull. O për flamuro, o për gjuhamtare, o gjallën prap, o heroj tonë vare, o mos e mro se flako me strali, o për liri more jos të falë shqiptari, o mos e mro se flako me strali, o për liri more jos të falë shqiptari, e u pushkën doro për jetë e tokë, e u besa o për miqe shokë, e u kësulle bardo si borbi vetull, e u amanet mare o në landër shekuj, e u kësulle bardo si borbi vetull, e u amanet mare o në landër shekuj. O për flamuro, o për gjuhamtare, o gjallën prap, o heroj tonë
mestrali, o për liri more jos të fal shqiptari. O mos e mro se flako mestrali, o për liri more jos të fal shqiptari. Falenderojmë ansamblin Okteti Plus. Të nderuar miq, Reçaku na obligon të kujtojmë, na obligon të flasim të vërtetën, na obligon të mos harrojmë. Në emër të organizatorëve ju falenderoj shumë për praninë tuaj dhe për respektin. Lavdi i martirëve të Reçakut, lavdi të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Faleminderit.